Ju përshëndesim nga këndi gatimit, jemi me Dorada Mion, mirëmëngjes e dashur Ada. Gjeta përsëri. Çfarë do të na sjellësh sot anvisave? Çfarë recete do të gatuajmë sot? Atëre me kërkesë kështu të stafit që jemi këtu. Vendosa të bëj një recetë të thjeshtë, shumë është pul me bukë misri dhe me ara. Është pak a shumë e sajuar nga unë. Edhe kjo recetë. Po, pse të mos ta kemi për sheshin jo vetëm për vitrise, është tradicionale ai gatimi me gjeldeti, me kulaç të bërë vetë, po pse jo dhe për një drekë të thjeshtë, të gatuar shumë shpejt dhe të shijshme, pul me bukë misri, me ara dhe me nenexhik. Pra, përbërësit këto janë pak a shumë. Po, pullën e kemi vënë të zjej për efektin e... Ata i ka marrë masat më parë, ka zjerë, ka bërë gati, dhe në këto momente që ne do të fillonim të gatuanim, po, përbërësit e tjerë? Pullën e kemi vënë, kemi zjerë, kemi bukë misri, unë zakonisht para pëlqej atë bukën e misrit që gatuet me presh, brënda ose me qep, me gjitha ato sot kërkuam dhe nuk e gjetëm atë. Do bëjmë si do bëjmë me këtë bukën e misrit të thjesht. Ndonjëherë kur kam kohë, unë e përgatis bukën e misrit edhe vetë në shtëpi, sepse është shumë e kollajt edhe del edhe me mirë. Kemi një presh, sepse është destina e preshve, dhe i kam shtuar kësaj recete arat, sepse gjithmonë kam pasur që të duken edhe më mirë. Gjithmonë kam pasur dëshirë për t'i marrë vlerat frutave të thata, që gjithmonë i super reklamojnë, si të themi, nutricionistët, që të arrim t'i marrim në ditën tonë të përditshme, i kemi shtuar edhe arat, edhe në nenexhikun e kemi në verë, këtë mund t'a gjejmë të freskët, do bëjmë si do bëjmë sot me nenexhikun e ta. Po sigur do t'i përshtatemi edhe stinës edhe kohës në cilën e gatuajmë, sigurisht. Do të nisim nga puna, thamë që pullën e kemi të zjerë. Pullën e kemi të zjerë, do skuqim, në qoftë se pullën e zjem që në fillim me presh, nuk do të kishim nevojë ta bënim këtë proces, po ne kemi zjerë pullën vetëm me ujë. Çka do thotë që presh do ta skuqim? Kështu që tani do ta kalojmë pak në tigan. Okej. Dhe i kalojmë këto. Ndërkohë që... Me vajnë alti, sigurisht që do të gatuaj me vajnë alti. Ndërkohë me vajnë e ullirit gjithmonë, e thamë edhe dua ta përsërisë, sepse të gjithë që na dëgjojnë, megjithëse mund t'ja kenë marrë edhe dorën me sy, si të themi, të gatuarit, është mirë të mos ta kalojmë atë nga një lugë për person. Sa më për preshin, në fakt edhe, po flisim edhe paraprakisht të dyja, për vetit që ka. Për vetit që ka, si që ka edhe qepa, edhe hudra, me qënë se jemi dhe periud gri, pra shkur... Sigurisht dhe që i përkasin të njëtës familje. Të njëtës familje, me qënë se jemi dhe periud gri, pra shku dhe imunitetin e kemi pak të rënë nga virozat. Në pjesën e dytë, mbase ta them vetëm pak, se ne do ta themi më gjatë në pjesën e dytë. Shumë pak, në mënyrë që ne kemi... Ne do bëjmë për ta shoqëruar këtë pjatë, do bëjmë një supë me hudra. Me hudra. Pra në pjesën e parë do bëjmë preshin. Do thonë që në pikë të mëngjesit që janë këto gjëra që na bëjnë me hudra, po anvisat mund ta konsumojnë në mëngjes sa në darkë. Në mëngjes vjesh, edhe presh, edhe qepa një kështu e rekomandojnë. Do me thëmë për vetit e tyre dezinfektuese që kanë, edhe të forcimit të imunitetit për të mos folur pastaj edhe për vlerat të tjera. Për vlerat të tjera që janë bërë edhe si legjenda urbane, hudra kundër tensionit të lartë, ku di unë të tjera. Kjo familje do me thënë patjetër që duhet jetë në ushqimet tona të përditshme, sidomos në stinën e dimrit. Sidomos, ku thamë që virozat janë më të përhapura edhe imuniteti është në rënje. Po dhe ne kemi më ftohtë, na pëlqen që të ham pak më rënd, të kemi dhe këto suprat e ngrota që të na shoqërojnë, se kemi nevojë për ngrohtësi, me qënë se diellin nuk e kemi shumë mik këto ditë. Pavarësisht këtyre që sa po thamë, pavarësisht se ne hamë më shumë me njëra tjetër, duhet të ndjekim dhe rregullat e përgjithshme, duhet pim edhe ujë më shumë, ndaj ne ju rekomandojmë të gjithë ujin fap. Urgjent edhe mua një gotë ujë. Për ta konsumuar ujin fap që vjen nga burimet e shumarisë. Sidomos në mëngjes me një lugë mjalt, uji është shumë i këshillueshëm, madje me një lugë mjalt. Tu është gota jote, Ada? Gabim që e skuqëm. E lam pak të nxehtë, më shumë vajnal. Po mua nuk më pëlqen që të konsumoj gjëra të skuqura dhe gjithmonë
i bëj si të ndërkohë po stufuara. i trazoj pak. Po, të lutem, Niki. Gjithmonë kur i bë ato ka pak unë sipër, siç do ta bëjmë dhe në këtë rast, ato bëhen me avull dhe nuk bëhen shumë të skuqura, sepse gjithmonë e kemi thënë që mirë kur ndonjëherë për shije, pse jo, se të gjithë, se nga që japin vetëm rregulla që mos të ham të skuqura. Do me thënë njerëzit, popullata ato që janë të shëndetshëm, se jo për shije, do t'i konsumojnë, po jo me tepri, jo me tepri, gjithmonë, se ndonjëherë për qefe për shije, shijon shumë edhe një kroket, apo ku di unë një gjë... Patate të skuqura, për shumë që i përmend shpesher zonja Vjollca, që unë vetëm të skuqura i kam qef. Që vdesin edhe fëmijët e vegjël, sido që tua maskosh, edhe tua që ja kam bërë të skuqura i dallojnë. Më duhet luga e drurit, ja e kemi këtu. Kush është më e mirë? Kjo. Të dyja janë të mira, mund të trazojmë tani që këto do t'i lëm pak sa të zbuten? Tani do t'i lëm me pak lëng pule, do t'i lëm që të na zbuten pak edhe ne do kalojmë, do të... Në një luk tjetër aty për të... Jo, s'ka që do marrë garuzhden, me pak garuzhde, shumë pak, sepse ne do t'i vëm të gjitha në furr këto. Shumë pak, sa të na ulet. Në rregull. Shumë e mirë. Shumë e mirë vjen. Shumë e mirë vjen ata të shohim deri në fund se çfarë do ham, se dina knaqe. Edhe sot, besoj. Do shpresojmë deri në fund nuk po flas. Jo, më fal, unë kam sfidën të thjeshtë se e kam vetëm 2 ditë, më të vështirën e ka zonja Vjollca se e ka për ditë atë. Edhe unë nuk haroj. Dhe ata gjithmonë vjen e përgatitur e lexuar, super e mirë e lexuar mbi përbërësit, sepse ka një libër këtu dhe po lexonte mbi vetit që ka në preshi apo edhe... Po, më pëlqen se mos harroj edhe t'i kujtoj her pas here. Mirë, e thash edhe një herë nuk ka nevojë që gjithmonë tjetë vit i ri dhe të bëjmë atë kulaçin që përgatisim në shtëpi me miell, ja mund ta përshtasim edhe me bukën e misrit. Që ne gjejmë gati, mjafton pulat të zirë, një presh dhe bëjmë të mbushjen tradicionale që është kryesisht, siç kundër e the ti, për një herë në vit. Një herë në vit, po. Në furrën e kemi ndezur, dhe tampon e kemi marrë. E kemi ngrohur në mënyrë që ti kemi të gjitha gati paka shumë. Që në visat mos i lodhim, ti themi që do të ngrohet fura, pa të vendosim pulën. Mbase në disa zona këtë e bëjnë shpesh, po ajo që unë kam shtuar, që më pëlqen mua të ashtoj anarrat, sepse japin shumë shije dhe kur piqen, sidomos, bëhen shumë të shishme. E ke provuar me ndonjë frut tjetër të thatë përveç arrave? Jo, vetëm me arra e kam bërë, po mbase qa do t'i shkonte dhe i shkojnë asaj. Ndoshta bajame për shembull, mendoj unë. Jo, nuk më duket se i shkon baj, ato pinolet mund t'i shkojnë, ato që janë farat e pishës. Besoj ato do t'i shkonin. Nga që kjo recet mund të shoqërohet fare mirë edhe me një supë me kosë, megjithëse ne kemi zgjedhur me udra sot, edhe me një supë me kosë, edhe supën lëngun e pulës mund t'a shfrytëzojmë gjithmonë. Edhe me pak oriz. Për të bërë një pilaf, e sigurisht... Jo, për supën me kosë, po thosha, me pak oriz dhe devijojmë nga ajo që jemi mësuar supë me oriz, i shtojmë në fund fare një gotë kosë të tundur mirë, edhe pak kopër mund të shkojmë edhe një vezë, sepse edhe veza e lidh edhe bën të marrë dhe më shumë shije. Do më pëlqente që të kishim kohë dhe t'i kalonim pak në furr. T'i vendosim pak të forcohen, no? Në shtëpi, nga që i dua t'jen pak si më, të themi më krokante, më të thekrisura, ta gjem që mos përdorim. Më të thekrisura, si fjalë. Mos përdorim fjalë. I vendosim pak minuta, në fakt se të huaja, i vendosim pak në furr. Presim edhe tjetrën edhe i vendosim bashkë në të në kohë. Po. Ndërkohë ti hedh një sy që të mos të na digjen ato. Si është situata? To më ndoj se janë gati, Ada. Janë gati. Të lutem largoj pak nga zjarri. Ja, për vendos të plaka që është jo e nxehur. Edhe sikur na premtove që do kishim një kështu... Një surprizë, po jo, do ta kemi pak më vonë surprizën, sepse duhet ta mbarojmë këtë recetën e parë, të shohim se si deri ku kemi ecur, kështu që unë do të më lejosh t'i lexoj edhe një herë përbërësit anvisave, meqense ne i përmendëm, po gatuan Ada sot
pull me përshesh me bukmisri, për cilën ju nevojitet juve anvisa dhe neve këtu po gatuajmë një pull, një bukmisri, një ose 2 presh, 200 gram ara, nene gjik, krip, piperizi, pak shu pak përbërës. Ke filluar të nasilë është receta, si kundër i si zonja Vjota, shumë pak përbërës, por që janë të shpejta, të shishme. Të shpejta, sepse mbase dhe duke qënë se përveç zonjave që kanë mundësi që të jenë të gjithë ditën në shtëpi, pjesa më e madhe, ju takon të punojnë dhe kur kthehen për një gjysmë ore të themi kjo recetë është gati. Në fakt, unë kam pasur sukses me këtë recetën, sepse e përdor shpesh. Unë në fakt mendova se kam patur sukses me recetat që kam gatuar këtu. Më thuaj pak, si ka qenë reagimi dje i njerëzve, i anvisave që të kanë ndjekur, të kanë falenderuar? Po, u çudita dhe vetë që pata komente aq shumë dhe bile më pyesnin edhe për përbërësit. Shiko se nga që u bë ajo ndërprirja nuk i mora do të shënim të gjitha ato salqiqen me qare shtoja, po ku t'i gjem këto salqiqet e freskta, po më kishin pëlqyer. Edhe më thot edhe një shoqja ime që moj të mori e mirë, apo dhe aty nga dole moj duke gatuar, nuk mjafton që nga dole. Po ja pra që nuk e dinim se ishe një anvis ka që mirë. E dinim. E dinim? Por ne va treguam të gjitha anvisave, kështu që ata përveç se një mama e mirë, po flasim nga, po e marim nga të qenit nën, të shpresojmë një grua e mirë. Një grua e mirë, të shpresojmë. Bashkëshort e mirë. Po, zoti Thanas, duhet të kthesim. Ai duhet ta thot, po. Po e vendosim tani këto, me qënë se i mbaruam në fund, të lëm pak minuta, sa të lëm këto? Të themi një 5 minush edhe të shikojmë këte qarë të bëjmë gati, të nëzirim edhe. Nuk folëm pak për vlerat e pullës, sepse pula tek konsumimi i mishrave në krahasim gjithmonë dietologët, nutricionistët përmendin pulën, sidomos pjesën e bardhë për ato që duan të humbin në peshë apo të mbajnë peshën që kanë. Megjithatë pula është tek ato të themi mishrat e preferuar, sepse duke qenë se ka ato vlerat e veta, një supë me pulë përveç shijes që ka dhe ato vlerat nëse pula është edhe rritur kështu bio, si ato që rrallë mund t'i gjenë. Megjithatë, ne jemi me fat se në vendin tonë gjen akoma nga këto ushqime, preferohet më shumë se mishi i kuq, megjithëse dhe ai, unë e them gjithmonë, nuk duhet mungoj sidomos tek fëmijët. Madje para një ndeshje, para një aktiviteti sportiv ku ka më mirë se të themi një sanduiç me një biftek të hollë, të gatuar mirë, jo të skuqur, ose një... Si që janë mësuar dikur në tona me ato të nxjerën me presion, për mua është shumë mirë. Edhe një panine ashtu shumë e shëndetshme se fast foodet që mund të konsumojmë. Mirë, ku jemi këtu tani? Tani ne do vazhdojmë me recetën. Do vazhdojmë me recetën. Si e thja të shprehen, të thekrisen? Të thekrisen. Të theken nga pak. Në rregull. Të thekrisen edhe pak. Vazhdojmë tani me... T'i grim pak edhe arat se janë... Të duhet kemë vut për t'i gri të holla, apo duhen të dukshme, kështu t'jenë më të mëdhaja? Jo, më mirë të duken, më mirë të duken, no? Jo, doja një thik pak më të vogël, se do t'a kem pak më praktike. Ja, ku jemi këtu. Folëm edhe për vlerat që ka preshi, për arat, për frutat e thata do doja të ndala. Në fakt, nëse i dëgjojmë dietologët, thonë gjithmonë që për shembull të konsumojmë frutat e thata, apo jo siç jemi mësuar ne që vëmë tasim përpara. Në ditë, se unë kam dëgjuar diku grushtin. 11, nëse është një... Nëse konsumojmë më shumë... Një grua me trup madhe, me grushtin, me sasin e grushtit tonë, pjesa e grushtit. Qoftë bajame, qoftë ara... Bajame, ara, lajthia, gjitha, vetëm se kohët e fundit kam dëgjuar dhe një gjë tjetër,
që në fakt ma ka mësuar Rolina, që ne të dyja po e njohim shumë mirë, edhe thot që nëse i futim në ujë të ngrohtë, në ujë në darke, janë shumë optimale për ti konsumuar pastaj në mëngjes. Frutat e thata përdoren shumë edhe në për salatra, kohët e fundit është bërë si një lloj trendi në këto sallatat mesdhetare apo çfarëdo lloj sallatash dhe ne kemi i shkon shumë sidomos me rukola, po ju kam parë edhe juve me sheg, me arra, sipër, e kam parë zonjën Vjollca gjithmonë që edhe kur i lexoj recetat e saj, apo kur nuk kam mundësi që t'i shikoj drejt për drejt, që i shoh në YouTube, po i shoh në Ballkan Web. Mirë, ne i përfundojmë dhe këto arat që kemi nisur dhe do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, Ada, dhe ne jemi gati për të marrim dhe një frymarrje për të vazhduar me recetën. Ka publicitet, mos u largoni, na ndiqni pas pak. Ne jemi rikthyer në fakt për përfunduar recetën e parë, sepse nuk kemi dhe shumë kohë, ndërkohë po i nxjerrim të lutem, po. Kubikët që prem, kujdes. Të misrit. Si të thuash e përfundojmë, këto t'i lëmë kështu siç janë, besoj se kështu. Ato lihen siç janë. Do të shtojmë preshët me qenë se nuk i kishim vënë bashkë me pulën që të zjente dhe i kemi bërë veçantë. Shtojmë preshët. Më pas... Kujdes, është nxehtë. Është nxehtë, ja. Të paralemërojmë, baje këtë. Ja, se përdor me këtë. Pjesën, po. Se do t'i hedhim edhe pak lëng, pastaj që të bëhet nga pula që na ka mbetur. Po. Ja, sa t'i përzijem mirë, këto se jep shije. Piperin e zi, në xhikun kripën. Të hapim një vend këtu që të sjellim dhe pulën. Më ndihmon me pak me pulën, ndërkohë që unë hedh arrat. Tani sa më shumë arra, do vendoset pula si që është, që ta kemi dhe pak më bukur. Megjithëse secili në shpinën e vet. Kujdes. Ashtu dhe kjo këtu. Secili në shpinën e vet, pastaj në varësi të personave që janë. Lëngu na duhet prapë. Lëngu. Ja, se jam këtu. Pak lëngë, jo shumë, sepse bëhet luqe kjo pastaj, bëhet kështu si shumë e butë. Megjithatë pak lëngë, sa për t'i dhënë shije, edhe e kontrollojmë edhe pulës pak, e kontrollojmë edhe për pak krip, ka lëngu krip, megjithatë nga që hodhëm dhe bukën e misrit, edhe të preshët e shtojmë edhe pak krip. Jo shumë, sepse e kemi thënë gjithmonë, dalet i hedhim edhe pak arrat, i hedhim gjitha që t'na bëhet e mirë, përfitojmë, edhe i përzjem. Kështu e bukur shumë duket, Ada. E bukur, e sistemuar, le të themi, me... E bukur, ja do t'i japi lezet edhe në energjiku dhe kam nevojë për pak vaj ulliri, sepse i shtuam shumë pak keqepa, kështu që e fundit... Po, si me nësë kur t'i hithmi më mirë gjalp? Vitami e bën kështu të butë. E bën të butë, i hedhim vajnë rreth e qark neve dhe pulën e lyejmë që të bëhet edhe ajo e pjekur bukur me ngjyrë të bukur, e lyejmë me pak vitam. Ndihmon ti apo lyej unë? Po. Marim gjalp vitam dhe kemi kështu të freskët të mirë. Ja, dhe këtu direkte, e vëm edhe këtu. Dhe çarshie do marr, do mbetet e butë kështu. E butë edhe ngjyrë të kuqëremt. Kështu që... Fiks fare. Na u bë si gjelidetit, fiks. I kemi zjerë, i kemi përfunduar, le të themi, të gjitha... Po, tani të në energjiku... Procedurat e gatimit. E do pak shumë në energjik, se jep shumë erë të mirë. Dhe si quajmë tjetër në energjiku në shumë... Si themi në energjiku tjetër? Jo, ka nga jugu. Djosëm, mi thonë nga jugu. Nga jugu? Jo, se di unë në energjik i themi nga juglindja. Djosëm, mi thonë. Gati. Ti se të duket ty? Po mua e mirë më duket. Të mirë të duket. Po, ta vlerësojmë. Si thua, të japim një notë tani? Me qënë se na ke gatuar të pjesën? Në test edhe unë, në test. Ta shohim kështu në kamerë njërë si duket? Ta shohim një kështu për balë, si na duket tava. Do pjekur vetëm pak, do ta pjekur pak, po patjetër. Po të ishte zonja Vjollca këtu, çfarë noto do të vendoste, si thua?
Do ta kapja ndonjë tetë, thua? Do ta kapja ndonjë tetë? Unë them ta pyesi më mirë zonjën Vjollca. Po ta pyesi më? Ta pyesi. Surpriza, kjo është surpriza që do më bëjë. Do ta marrësh vlerësimin kështu live. Po pres. Se shpresojmë që edhe zonja Vjollca të jetë mirë të na ketë ndjekur. Kështu që ti do marrësh një notë sot, Ada. Ne të kemi vendosur kështu si staf, le të themi, nga dita e djeshme notën 10, sepse na kanë shijuar aq shumë ato ushqimet që na gatove. Edhe këto besoj. Kështu që ne presim edhe recetën tjetër, por për këtë të parë dhe ndoshta do marrim ndonjë këshill të vlefshme. Për të dytën, Për të dytën dhe për shumë parën. dakord. Edhe për këtë po, se mos kemi bërë gabim ndonjë tregje. Mirëmëngjesi zonja Vjollca. Po, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zonja Vjollca. Të dyja në mënyrë të veçantë Adën, që ma ka bërë më të lehtë qëndrimin në shtëpi. Të rish sa më e qetë dhe të na vish sa më mirë. Zonja Vjollca, në radhë të parë të pyesim si je me shëndet, sepse kjo është edhe pyetja që besoj në këto momente, po bëjnë të gjitha anvisat që po na ndjekin. Po, me shëndet, mendoj që do bëhem mirë dhe do vi shumë shpejt, por syniki duhet të përveç më tepër se zakonisht ditës, ato mëngës për të vionat. Patjetër, do vendos edhe përpara se më të madhe. Po, për sa i përket Adës, Ada e ka 10 në xhep, jo 10. Faleminderit Voçi. Kur aq mirë dukeni, 10 e ke në xhep Ada, po ti nuk e bëre të pulën aty që do stoja unë, po e bëre sot. Ti po bën pulën atje, unë them si jam aty ka dhe unë një stop nga ajo që do bësh. Nuk e kuptova që atë Voçi? Edhe një herë të dëgjojmë edhe një herë zonja Vjollca, Ti nuk e le të pulën atë ditë që të stoja unë në studio. Po e ke bërë sot që nuk jam unë aty ta provoj. Si nuk e ke bërë atë ditë që ishte zonja Vjollca këtu. Si se bëra unë atë ditë. Voçi, ne do sillim një variant tjetër për sheshe dhe do gatuajmë një ditë të dyja. Ta marrë një, ma jepni një premtim të dyja juve, të zonjat e vilës. Tjetë këtu zonja Vjollca, po. Zonja Vjollca. E ke ndërtuar shumë mirë, unë kështu do ta bëja dhe unë, vetëm një ndryshim shumë të vogël, që atë presin do ta kisha zgjer pak me pule. Po ndoshta ti ke tretur aq shumë në tigan, sa që kur e ke bashkuar është po e njëjta gjë. E vërtetë. Në fakt që përses del i mrekullueshëm. Dhe është një recetë që anvisave u duket shumë i vështirë, por në fakt është shumë e thjeshtë. Edhe ashtu si e gatuar ju. Shqiptarët e kanë ngrënë para. Sot Ada të edhe një gjë të re që na e puri me Ada. Faleminderit Voçi, në fakt e tham edhe ne atë pjesën e preshit, na shpëtoja se duhet ta kishim nxjerr me pulën, po e përmendëm, por ne e gatuam në këtë formë, ishte këshill shumë e vlefshme në fakt, ta kem parasysh anvisat nëse gatuar. Po. Duke ju parë nga larg gjithmonë anvisat mua më kanë vërejtur, më kanë thënë, të lutem na i shpjegoni një herë në fund. E duke i parë unë ju të dyjave vërtet është pjesë që mungon. Duhet ja u shpjegojmë edhe njërë në fund të, troket tëra, shkëputesh për një moment dhe nuk e kap një fragment. Ajo përsëritja në fund, se si ne e gatuajmë, Ada po deshte bëhe këtë punë në fundë, do më thënë, shpjegoja dhe njërë anvisave, se patjetër se ka shumë e rafë të pjesë, zonja Vjollca, se ua shpjegun disa herë anvisave, ka shumë të drejtë, duke qenë se ne shkëputemi disa herë. Se mos edhe po e humbin një moment, ke shumë të drejtë, Voçi. Patjetër që do ta shpjegojmë dhe një herë në fund. Ada, si duket si anvis, zonja Vjollca? Urdhro? Përveç gatimit të sotëm, Ada, si duket si anvis e re? Po thash pra, vetëm e kanë xhep. Është luks të gatuaj një doktoresh. Shumë faleminderit. Pyetja e fundit që duam të bëjmë pa të lodhur shumë, zonja Vjollca, kur do rikthehesh në këndin e kuzhinës? Kur do na vish këtu? Shumë shpejt do vi, po në fakt, edhe në qoftë se më fal edhe i ditë dhe kjo në Ada nuk ka problem. Po jo, do vi shumë shpejt, po Niki do të më ndihmosh tik më tepër. Patjetër, ne të mirëpresim. Të bëj fjalë për dorën edhe dorën e djathtë. Edhe ajo e djathta që sa gjëra të mira na ka bërë ajo dhe do na bëjë jam shumë sigurt për këtë. I takon Nikit. Mirë se të vish zonja Vjollca, të presim me shumë dashuri. Ashtu si kundër edhe të gjitha anvisat. Falenderoj të anvisat. Ja, falenderoj shumë se më kanë telefonuar,
janë interesuar për mua një tutje dhe një përqasim për gjitha. I përshëndesim dhe mirë zonja Vjolca. Mirë shtet na vish. Ishim në këtë linë të drejt për drejt telefonike me zonjën Vjolca, të shpresojmë që ta kemi sa më shpejt këtu në këndin tonë të Guzhinës dhe sigurisht edhe me Adën një ditë me qenë se ta premtuam. Ne e përfunduam besoj. E përfunduam tani me qenë se Voçi tha që duhet t'i përmendim edhe unë mendoj që ashtu duhet. Më lejun mua të vendos pak. Atëherë ta themi me gjithë këshillën që tha Voçi, zgjejmë pulën së bashku me preshët, me preshin, në momentin që e kemi zjerë pulën, pula zjen, neve presim bukën e misrit, në kubik e vëmë e thekrisim pak në furë, i bashkojmë të gjithë pulën, bukën e misrit, që tashmë është bërë edhe në qikë krokante, shtojmë arat, shtojmë në energjikun, e lyem pak pulën që të na bëhet dhe ajo kërce me gjalp, apo këtë unë me vajnë, e lyem me gjalpin vitam, me vajnë alti se përdorëm për pjesën e bukës e misrit, i vëmë të themi një 20 minuta në furë, se ato janë të gjitha të bëra thjesht që mund të vëmë edhe të ajo pjesa që vetëm e përskuq pulën, që si hell, që është si hell, pjesa e hellit. Mirë, ka që do thosha për pjesën e parë, është shëndetshme, me bukë misri, me pullë, me vaj ulliri, me ara, absolutisht e frutat e kata që duhet ta mungojnë. Se sa kjo gatim që, si kunde për më dhe zonja Vjolca, duket si vështirë, po jo, mund të realizohet për gjysmore shumë shpejt. Shumë pak do ta lëmë edhe në furë, se duke qenë se janë shumica të gatshme. Unë jo më kohë mora me pak pastrimin e tryezës, sepse t'i lëmë vëndin recetës së dytë që do të na sjell Ada vetëm pas pak, ne do të kemi një shkëputje, na ndishin në pjesën e dytë të gatimit. Faleminderit dhe një rola, ne i përshëndesim të gjithë teleshikuesit, jemi rikthyer në fakt me Adën në pjesën e dytë të fundit të gatimit për të na prezantuar më njëherë Ada me recetën tjetër. Do të gatuajmë një supë, thama, po jo? Supë me hudra. Në fakt, fillimisht të recet ma ka treguar një zonë që jeton në Austri, është kunata e motrës time, edhe pyeta për përbërësit, pastaj pata mund të ta provoj edhe vetë, edhe në dimër, sidomos kur përgatis këtë pulën me përshesh misri, është një shoqëruse shumë e mirë për këtë pjatë. Do më thënë i shkon kësaj pjatë edhe që ndrojnë të dyja së bashku, prandaj, atyre jemi në dimër, thash përbërësi kryesori kësaj recete janë hudrat, basta i lëviza unë gabim, për 2-3 veta që do gatuajmë në supë, kemi 6 thelpa hudhër, pak mjell për ta trashur, zonjat mund ta trashin edhe me trana, me mjell integral, me nuk e di qarë kanë në shtëpiat e tyre, një gotë qumësht, edhe një gotë lëng pule nga pula që kemi që na teproj, nga pula që vumë në furë. Mirë, të fillojmë atëre nga puna, po presim të nxjerrim dhe pulën. Të nxjerrim të dyja. Mirë është, vëmë tiganin, që të punoj me shpejtësinë e dritës, vëmë tiganin, në fakt, të kjo recet, shkon shumë edhe vaj ullirit, që unë s'dua ta asë njëherë ta largoj nga tavolina, vaj ullirit, por edhe pak gjallë, po i kombinojmë në këtë rast vitam dhe altis. Po, mund t'i hedhësh pak vitam, të lutem Nikin, ndërka unë mere me shumë pakë, të themi jo një lugë të plotë, gjysëm lugë, sepse nuk jemi për disa veta që po gatuaj mirë. Po, me qënë se përdorëm edhe altis, vajnë e ullirit, kështu që të dyja. Doja një... I japin njëra tjetrës. Po. Në fillim i shtypim pak hudrat, që t'i grim dhe t'i hedhim në atje, në sa po të ketë shkrirë gjalpi? Po nuk duhet që të na skuqet shumë, kështu që... Vetëm sa të shkrirë, i hedhim direkt thelpin të hudrës. I hedhim direkt, po dhe t'i presim pak për efekt kohë. Në shpi mund t'i lëm në shpi, nëse kemi më shumë kohë, ma largu pak nga zjarri, në shpi, nëse kemi kohë më shumë që gatuajmë për qef me Terezin tonë, do me thëmë, i lem edhe si thelpin të mëdhenj, edhe ato bëhen edhe më bukur, ose disa më të mëdhenj, edhe disa më të vogla. Tani është momenti... Ashtë të për që është dhe përbërsi kryesor. Mund të mendojnë njerëzit që kjo mund të vje rahudërë, po kjo nuk vje në rahudërë, sepse hudra në supë është e gatuar. Do me thënë ajo e ka shien, por ajo era e fort, ajo
i përbërësit kryesor që ka hudra që është këto sulfuri, i largohet era, nuk është në këtë rast, në temperaturë të lartë që zje. Edhe një sekret tjetër për të pasur sa më shumë vlera, hudra që i pa preshi duhet të meren, për vlera optimale, duhet të meren të pa gatuara. Por, edhe kur gatuen, nuk duhet të gatuen më shumë se që duhet, edhe pak fare do hudra këtu. Që të marrë gjitha të nxehtësinë. Por, jo të bëhet kafe, të lëshoj aromën, po jo të bëhet kafe, sepse ashtu digjet edhe vjen edhe pak si e hidur. Bëhet edhe shumë e skuqur, kështu që mirë. Pra, vaj ulliri plus vitam, edhe mudra, pak njëllë për të trashur aso që kundër e përmondi dhe Ada. Mund të trashim, kripi perizi dhe qumësht. Një variant i mirë i trashjes së supave, që una aplikoj shumë shpejt, dhe tranaja. E kemi gati, dhe në momentin e fundit, kur duam që supën, disa lloje supash nga këto që ka nevoj të trashen pak, i hedhim edhe një luk trana. Për shembull, unë kam edhe një supë që bëj me perime, me qoftet vogla, edhe atë për ta trashur në fund fare, ja, tani është momenti. I përziem dhe pak me mielin, shumë pak mielë, jo që të na bëhet kështu e trash fare, supa në vetë vete duhet jetë e hollë, sepse sipër do t'i hedhim disa copa nga përsheshje me bukmisri që kemi bërë, ose kur nuk e kemi gatuar me atë, po kemi diçka tjetër shoqëruse me këtë supë. Mund t'i thekim më vete ato. Thekim pak buk, edhe buk gruri të bardh, apo buk integrale, ku di unë atë që përdorin, anvisat. Tani këtu duhet kemi kujdes, do t'a përzime këtë pak dhe do t'a punojmë, se ajo si fillim do bëhet pak me kokra, po duke e punuar, do t'a rritë të shkrita ma, vetëm se do pak që të rrimë. Në fund, do të zjej pak qumshi me mielin dhe me hudrën, edhe pastaj, vetëm ja këtu është sekreti që kjo duhet t'a përzjejmë pak, që t'i shkrim këto kokrat që formohen. Sa po të hedhim dhe lëngun e pulës, ne do të servirim tashmë pulën e mbushur. Pulën, sepse absolutisht e thash që këto na shkojnë të dyja. Ja, shikojmë që është trashur pak. Do trashat avash-avash, e ka këtë sekretin që duhet që t'ja hedhësh avash-avash, se ashtu po t'ja hedhësh sepse njëri është i ftohtë. Këto janë të nxehta edhe kokrizohet. Ta shikojmë pastaj edhe kur t'i hedhim dhe lëngu, do ta shikojmë edhe për pak krip. Edhe kësaj... Se ka dhe vetë lëngu krip, kështu që ne në fund fare e provojmë pasi të hedhim lëngun. Kjo supë gjithashtu e maskuar, mund të gënjem edhe fëmijët, sepse hudra nuk duket, shija është shumë e mirë, edhe me pak kështu truk, mund t'i bëjmë që ta konsumojnë edhe fëmijët e vegjël, që po ta dinin që ka hudra brënda, do pranonin që ta hanin, do me thënë. Sa po të filloj të fluskoje, di unë që... Sa po të marri val, po, ne do t'a lëm shumë pak edhe do t'i shtojnë. Do të marim dhe nga koha për të servirur pjesën tjetër. Unë po e sjell tavën këtu, Ada. Sile që ta shofim pak, sa bukur duket pula e pjekur. Se sa është pjekur, ja të vendos një mbajtëse. Vendosim këtu. Edhe i kemi gati dhe pjatat e servirjes, edhe kjo donë shumë pak, ja edhe në qik fare, tani besoj se këte kemi të ndizur në maksimum. Nga aroma dhe nga syri duket perfekte, Ada. Të shpresojmë. E mirë. Shumë e mirë duket. Kemi vitin e rrisë. Duket si viti rrisë, mua. Kështu që mezi po presje dhe ta provojmë së bashku. Po, të dyja. Të shoqëruar dhe me supën. Se më keni mysafire, jo për gjë. Të kemi mysafire shumë të mirë, shumë të zonjë, shumë që nga ke knaqur me gatimet që nga ke sjellë në këndin e kuzhinës. Për këtë supë që Ada po përgatit dhe është drejt fundit, është një supë 5 minutë, nga ato sopat e shpejta, që jo vetëm shoqërojnë së tavë. E konsumonin, se unë çudita kur e dëgjova për herë të parë, si mund të bëhet supë me hudra.
Po, si duket nga që janë edhe vëndet ftohta edhe është dimër edhe kjo. Edhe konsumohen, janë shumë të mira për imunitetin. Shumë e mirë. Do të më lejosh ti përmend përbërë, sepse s'dua ishti marrë kohë shpjegimit edhe më pas servirjes së të dyja pjatave. Për këtë supë që Ada po e përgatit, kemi përdorur 6 thelpi hudhër, kryesisht për 2 veta është kjo supa? 2-3 veta, 2-3 veta. Gotë qumësht, lëngmishi, miell, gjalp, vaj ulliri, kripi perizi, bukë të thekur. Ne jemi në fund në fakt, thjesht do të servirim 2 pjatat që ka përgatitur Ada. Po se është gati, megjithatë në fillim të servirim pulën me përshesh. Me këto të kuqet, se më pëlqen. Do ta ndajmë besoj. Tani me qenë se do vjet në një pjatë, do ta ndajmë, absolutisht që pula është e pjekur mirë, duket. Është e zier e pjekur, po. Sepse dua ta përfundojmë të duket tamam. Të duket tamam dhe se kemi mundësi t'ua servirim anvisave kështu me pjatat tona. Unë po e servir si që do t'a servirja në shtëpi. Do t'a servirja në shtëpi, patjetër. Po jetë një sy ndërkohë se mos trashet shumë supa. E shikon, Ana shivëm bukën e misrit. Të marrim edhe nga këto arrat edhe preshët, se japin shumë lezet. Tani unë këtu kam vënë këtë... Kjo është gjithë lezet i punës, kur orzimi i gjithë shërbimit që i ke përgatimit sot. Her pas here, kjo në furrë edhe përzihet që të thekriset dhe të bëhet gjithandej njësoj. Po. Ndërkohë pak nga ato do të mbajmë nga misrat. Po e largoj dhe këto që të kemi mundësi ta shohim hedhjen e supës. Besoj se këtu është mjaftueshëm, duket bukur, prita vëmë edhe këtë kështu që të na duket edhe pak. Ja, po i vendosim bashkë të dyja njëra pas tjetrës. Dhe supën e hedhim te pjata, shumë bukur. Kjo është gati. Tani hedhim dhe supën. Në thënë që këto e përgatisje shpesh. Shumë shpesh, sidomos edhe të shoqëruar ato dyja, më duhet kam nevojë për garuzhde. Marrim një tjetër këtu. Një tjetër. Kuqe po pate, apo s'kemi të kuqe? Kemi kombinuar me... Okej, edhe supa. Unë preferoj që këtë supën mos ta bëj shumë të trash. Më thonë që duhet ta përfundojmë më shpejt, ta mbyllim. Po, ta mbyllim urgjent, ta mbyllim. Merë të lutem me një lupë me disa nga ato... Okej, aku jeme. Tani nuk po pyet as për nxehtësinë e tavës, ë? Po. Jo, prit. Prit se duhet zgjedhur kështu. Mirë, i zgjedhim. Kështu? Prap në fund do të bien ato sepse kanë peshë më të madhe sa. Jo se duken pak, gjithsesi. Nga këto më të thekrisurat, më të fortat edhe ndonjë arja. Në rregull. Ne përfunduam të lumshin duart Ada, i afrojmë të dyja edhe pjatën e supës edhe pulën bashkë me përsheshin. Dhe këto ishin pjatat që përgatitëm për sot. Pra, pulë mbushur me përshesht, me misri dhe supë me hudhra, e cila shoqëron recetën e parë, por që sigurisht mund të përdoret dhe më vete, duke përdorur bukë të thekur. Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, e sigurisht ju rekomandojmë t'i gatoni dhe këto receta, sigurisht ne do të konsumojmë dhe ujë. Ne do t'i shoqërojmë me ujë. Në fund, me ujë fap që vjen nga burimet e Shën Maris, ku ka më mirë. Ju falenderojmë edhe një herë për vëmendjen të gjitha anvisave dhe ju kujtojmë që recetat që gatuhen në këndin e kuzhinës ju i lexoni edhe në balkanu.com, por gjithashtu klikoni edhe në YouTube Këndi i Kuzhinës Vila 24, aty ku dhe Ada na ndjek më shpesh, besoj. Faleminderit edhe një herë, faleminderit Ada, të lumshin duar. Faleminderit, mirëgjëje përsëri. Naturalisht Fab. Ujë natyral Oligo Mineral. Prej burimeve të Shën Maris.